Hoxhë nderuar, ka një zemrim të madh ndaj zullumqarëve. Çfarë qëndrimi duhet të mbajmë ndaj padrejtësive dhe të padrejtëve? Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Allahu subhanahu wa ta'ala e di çfarë bëjnë të padrejtët, zullumqarët. Thot në Kur'an: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Mos mendo se Allahu i lartësuar nuk i di ato që bëjnë zullumqarët. Mos mendoni se Allahu i lartësuar nuk i di zullumet, padrejtësitë që bëjnë njerëzit e këqij. Allahu i lartësuar e di mirë se kush ka vjedh prona, se kush ka abuzuar me fondet publike, se cili ka mbledh para në mënyrë korruptive, se cili ka marrë rishvet, se cili ka ushtruar postin në mënyrë të padrejtë. Faktikisht ka dhe lloje të tjera padrejtësish. Prindër që bëjnë padrejtësi fëmijëve, ose fëmijë që trajtojnë në mënyrë të padrejtë prindërit e tyre, u bëjnë zullum. Bashortë që u bëjnë padrejtësi bashortëve. Pra të gjithë ata që bëjnë zullume, qofshin njerëz me pushtet apo njerëz pa pushtet, le ta dinë se ka një Zot lart, i cili e di gjithçka. Ai e di çfarë bëjnë. Dhe nëse nuk bëjnë tobe dhe të shlyjnë detyrimet, se dikush ka marrë pasuri pa drejt, duhet që të pastrohet. Duhet largohet prej saj. Qoftë një pronë, jepi atij që i takon. Kthej atij që është marrë. Pasuri që e ka vënë në mënyrë të pistë, palishme, e ka vënë me korrupsion, me kamat, me rishvet. Këtë pasuri duhet pastrohet. Duhet që t'u jap varfërve, mos e jap si sadaka, se duhet pastrohet, bëj tobe, bëj kthes. Qoftë njëri nuk bën tobe, nuk bën kthes, rrezikon ta zër dënimi i Allahut të lartësuar në dynjë dhe në ahiret. Sepse Allahu e di. Përderisa njeriu e beson se ka një Zot lart, atëherë si mundet që të marrë një pronë që nuk i takon? Si mundet që të marrë një pasuri që e ka vënë në mënyrë të pistë, të pandershme? Si mund të shtyp ca njerëz, si mund të haj hakun atyre? Nuk duhet të ndodhë diçka e tillë, sepse Allahu subhanahu wa taala i jep dënimin që në këtë botë. Si kuptohet nga hadithi e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Në hadith Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min dhanbin ajdaru min an yu'ajjil Allahu li sahibihi al-'uqubata fi ad-dunya qabla al-akhirah min al-baghi wa qati'ati ar-rahim." Nuk ka gjunahe për të cilat njeriu meriton dënimin që në këtë botë, para ahiretit, si dhunimi, shkelja të drejtave, zullumi, padrejtësia, kjo është e para, domethënë, dhe e dyta, kputja lidhur me njerëzit e fisit. Këto dy gjunahe e kanë dënimin që në këtë botë. Për shembull, një fëmijë që s'ka një njeri që s'ka respektuar prindin, nuk do respektohet, ose do ketë telashe, do ketë vujtje, për shkak se nuk ka respektuar prindin. Një njeri që ka kput lidhje me farafisin, do rrezikon të vuajë pasojat që në këtë botë. Një njeri që ka bëu zullume, ka bëu padrejtësi, o përmendëm pak më parë disa lloje zullumesh, për cilave vuajnë njerëzit në këtë vend. Sipas hadithit e merr dënimin që në këtë botë, para ahiretit. Allahu i lartësuar ndoshta një smundje, një katastrofë, poshtrim, braktisje. Vjen nga Allahu, sa ajo është i madh, ai ka gjithçka në dorë. Ndaj duhet që njëri të ketë frikë Zotit. Duhet i ruhet dënimit dhe zemrimit të Allahut subhanahu wa taala. Vërtet Allahu i jep afat zullumqarit. Por ama vjen një moment që e mush kupën. Edhe pastaj vjen dënimi nga Allahut. Elshon Allahu për tokë. Bën Allahu që ta braktisë njerëzit. Bën Allahu subhanahu wa taala që t'i vi dënimi. Prandaj ka thënë
profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, inna Allaha la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Allahu i lartësuar i jep afat zullumçarit pa drejtit. Por kur i vjen dënimi nga Allahu i lartësuar, atëherë nuk ka shpëtim më për ta. Pra duhet ta dimë që është një Zot lart, i cili gjykon drejt, i cili do drejtësinë, i cili nuk i do zullumçarët. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, thot Allahu në Kur'an, Allahu nuk i do zullumçarët pa drejtët. Dhe ky Zot mund t'i jap afat zullumçarit. Për urtësi që i di ai. Por do t'i vi dënimi nga Allahu befasisht, edhe pastaj nuk ka shpëtim më për ta. Dhe profeti pasi ka cënuar hadithin që e ceka pak më parë, pasi ka përmendur hadithin që e ceka pak më parë, ka kënduar fjalën e Allahut të lartësuar në Kur'an, wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. I tillë është dënimi i Zotit tënd kur ai dënon banorët e qyteteve, vërtet dënimi i tij është i dhëmshëm, është i rënd. Pra, është fjala për ata banorë që janë të padrejtë. Por dhe me zullumin dhe me padrejtësinë nuk duhet pajtohemi. Se në qoftë se pajtohemi me zullumin, me të padrejtët, nëse nuk e dënojmë zullumin, të rrezikojmë që ta prejkë gjithë dënimi Allahut subhanahu wa taala. Allahu nuk i do zullumçarët, Allahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allahu jep dënim të rënd pa drejtëve, siç ka thënë në Kur'an, wa man yadhlim minkum yudhiqhu 'adhaban kabira. Kush bën padrejtësi për jush, ne jap dënim të rënd. Gjithashtu, Allahu i lartësuar do t'u jap vetëse dështim, humbje. S'kan sukses zullumçarët pa drejtët. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allahu shton vetëm se dështimi dhe humbje zullumçarëve. Janë citate kuranore këto. Pra zullumçari nuk ka për të pas sukses. Mund të ketë një afat, por ka një Zot. Edhe Allahu do e tregoj fuqinë e vet, do e tregoj madhështinë e vet, do e tregoj pushtetin e vet, dhe do ta tregoj njerëzve përfundimin e zullumçarit. Sa zullumçar ka pas ndërshekuj në historinë e njerëzimit. Por u ka ardhur dënimi nga Allahu i lartësuar. Dikush mund të jetë vetvrar. Dikush ka marrë dënimin. Dikush është poshtruar. E kështu me radhë. Pra, u vjen dënimi zullumçarëve. Por në jetën e varrit, në ahiret, zullumçarët do ta kenë dënimin më të rëndë. Siç kuptohet nga argumentet e shariatit. Allahu i lartësuar vetë nuk bën padrejtësi. Dhe ai e ka ndaluar që njerëzit i bëjnë padrejtësi njëri tjetrit. Ka thënë profeti në një hadith qudsi se Allahu i lartësuar ka thënë kjo fjalë hyjnore. Ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu. O robët e mi, unë ja kam bërë të ndaluar padrejtësinë vetes time dhe e kam bërë të ndaluar edhe mes jush. Prandaj mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit. Mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit, thot profeti. Padrejtësia është errësirë ditën e gjykimit. Ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Thot ruhuni nga padrejtësia, se padrejtësia është errësirë ditën e gjykimit. Një njeri me pushtet, në çfarë do lloj pozicioni qoftë, në çfarë do lloj funksioni qoftë, se në vendin tonë domethënë ka me qindra drejtues, që bën zullum, që bën padrejtësi. Le ta di se ditën e gjykimit nuk do të jetë në hije arshit të Allahut të lartësuar. Sepse njeriu i drejtë do të jetë në hije arshit të Allahut, drejtuesi i drejtë. Nuk ka për të arritur ndërcimin e profetit sipas një hadithi tjetër. Ai që është zullumçar, që është i padrejtë, madje do të privohet nga hyrja në xhenet dhe shkon në zjarrin e xhenemit, siç ka transmetuar Maqil ibn Yasar, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashu ra'iyatahu illa lam yadkhul al-jannata ma'ahu." Çdo njeri që Allahu ja ka dhënë, do të thënë ja ka caktuar një përgjegjësi, ka një përgjegjësi publike. Sa do lloj posti, rangu qoftë, dhe e ka shpërdoruar atë. Ka bërë zullum njerëzve, ka bërë padrejtësi, s'ka punuar të mirë njerëzve, ka punuar dëm tyre. Çfarë ndodh? Në ditën e gjykimit nuk ka për të hyrë në xhenet me njerëzit e drejtë, që do thosë do shkojnë në zjarrin e xhenemit. Allahu subhanahu wa taala ruaj. Njerëzit që u është bërë zullum, që u është bërë padrejtësi, merren durr nga qielli. Dhe Allahu e pranon lutjen e njeriu dëmtuar. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, ittaqu da'wat al-mazlum
Fa innahu laysa bainahu wa baina Allahi hijab. Ruhun I lutjes së njeriu dëmtuar, se s'ka perde mes lutjes tij dhe dëmit Allah. Pra Allahu I lartësuar nuk ka pengesë, pra Allahu e pranon lutjen. Qoftë jo musliman që e bën lutjen. Nëse një I dëmtuar bën lutje, Allahu I lartësuar e pranon lutjen e tij. Prandaj duhet që njeriu të heqë dorë, njerë mos bëj zullum, mos bëj padrejtësi. Truhet fort nga zullumi nga padrejtësia. Mos prek pronën e tjetrit. Mos marr asnjë lek padrejtësisht. Pasha Allah, dikush ka treguar gjatë regjimit komunist, ka treguar njëri I moshuar. Kur ndodhte që gabimisht ka punu zdrukthar, merrte, domethënë ndodhte që të kishe marrë goshtët, gabimi, domethënë kishte mbetur në xhep. Do I kthente të nesërme në punë. Sepse është pronë publike. Nuk lejohet me prek ata. Nuk ka mirësi, nuk ka bereqet, nuk ka mbarësi. Ai që është zhvat, thot kam një mundësi edhe po zhvas, po marr. Po më jepet mundi, nuk shikon kush. E sa di se shikon Allahu, e di Allahu, dhe I sjell Allahu punën që ai turprohet, që ai poshtrohet, njeriu pa drejt. Pse s'do ketë mbarësi, s'do ketë mirësi. Një pasuri që njeriu se ka vënë me djesën e ballë, nuk ka mirësi, pasha Allahu s'ka mirësi. Do ta vuajë ditë njeriu. Dhe për ditë ne po shohim shembuj se si e vujnë pa drejtë zullumçar. Dhe përsëri ka njerëz që nuk zonë men. Kjo tregon që ka I Zot, dhe ai është I urtë, ai është I drejtë. Ai merr hak ndaj pa zullumçarëve, ndaj pa drejtëve. Ndaj duhet që njerëzit reflektojnë. Duhet bëjnë kthesë.